Për të 7 vit me radhë në Kolonjë mbahet kolonia e piktorëve të vegjël, të cilët hedhin te lajo vendet më të bukura të krajinës së njohur. Këtë vit kanë qenë 23 fëmijë të grup moshave të ndryshme, ata që kanë pikturuar Ersekën, Rehovën, Borovën, Shelegurin dhe Leskovikun. Të gjitha punimet e tyre duhet paraqiten në një ekspozit të kësaj kolonie të veçantë në qendër të Ersekës, kolonie e cila është e vetmja e kësaj moshe në të gjithë vendin tonë. Është edicioni 7 i piktorëve të vegjël, koloni që organizohet në kujdesin e Qarkut Korç dhe të Bashkisë Ersek. Marrin pjesë si zakonisht 23 fëmijë nga të gjitha qytetet e qarkut tonë. Kryesisht punojnë teknikën e akuarelit në peizazh edhe vizatim. Është një nga aktivitetet më të mira që organizohet në rrethin tonë, veç kolonisë të piktorëve të rritur. Edhe këtu fëmijët kënaqen, na lënë edhe punë të bukura. Më pëlqen shumë të pikturosh të njihesh dhe me miq të tjerë nga Qarku i Korçës. Takojmë përsëri këtë vit. Sot do marr pjesën e malit përballë dhe pema këtu afër edhe rruga. Do jetë hobi im, arkitekte, vazhdoj. Unë jam 14 vjeç, jam Alisa Zavalani dhe kam rreth 3 vjet që pikturoj. Nga Erseka. Po bëj një peizazh, besoj se po. Jam 14 vjeç edhe kam 9 vite që pikturoj. Që në klasë të parë. Shumë mirë. 3 herë. E treta do me thënë. Po pikturoj një peizazh të bukur këtu me pemë. Shumë mirë. Ftohtë po shumë mirë. Unë jam në moshën 14 vjeçare dhe kam herën e parë që dal në këtë ekspozit, por kam një eksperiencë për 3 vite që merrem me piktura. Unë po pikturoj male, një avllin, nëse mund ta quaj në gjuhë popullore, dhe këto rrejtë e bukura, qiellin e bukur të kaltër. Ndoshta mund të themi ashtu. Emri im është Roel Becolli, unë jam 13 vjeç dhe kam për 3 vjet që kam pikturoj. Unë më tepër pikturoj pamje të natyrës kështu. Sot unë po pikturoj këtë pjesën e rrugës, gjithashtu dhe të shtëpisë me pemët. Jo, isha dhe vjet këtu. Para kësaj kolonie me piktorë të vegjël në Kolonjë është mbajtur vjeshta art e Kolonjës, ku 45 piktorë profesionistë nga trojet shqipfolse kanë hedhur në atë lajo bukuritë e kësaj zone.